për të shpëtuar Arbënorën me të cilën u rrita, për të shpëtuar Arianitin, që ata sot ta shijojnë Dirin, për të cilën janë më të dashurit të saj, dhe duke u shndërruar kështu në simbol të pandashëm të drejtësisë, deri edhe dëshmitare kundër Miloševićit, kasapit të Ballkanit. Kjo është dita kur u kujtoi edhe dhimbjen e Arbënorës, e cila humbi më të dashurit të saj, edhe të Arianitit, i cili sot na bën krenar të gjithëve me të arriturat e tij. Është dita kur më kujtohet se cila fjalë e profesoreshës Fatmire, cila përkundër humbjes së saj të madhe, humbjes së babait që ishte simbol udhëtim jo vetëm për të, por për secilin prej nesh, ajo në çdo fjalë që na thoshte, në çdo poezi që na mësonte, na tregonte edhe mësimet e jetës. Se si të mbrohet liria, si të mbrohet digniteti, e si mos të heqim dorë asnjëherë nga e vërteta. Për të gjithë ne, kjo është ditë e dhimbjes së madhe. Njëkohësisht ditë e krenarisë për kurrat të gratë abdetar që Mitrovica i ka dhënë kombit tonë. Mitrovica në traditën e saj të ekzistencës dhe ardhetarisë nuk është vetëm pikë referimi në këtë histori, por një standard me të cilin matet qëndrueshmëria e gjithë shtetit tonë. E në këtë traditë janë gdhendur emrat e Latif Berishës dhe Agel Majrizit, dy figura që mishërojnë lidhjen e pandarë ndërmjet fjalës dhe veprës, dhe mes ndërgjegjes dhe përgjegjësisë publike. Tragjedia e tyre kërkon nderim, por edhe vazhdim njëkohësisht.